Dhe e pyetën, o i dashur i Zotit, pse po lodhesh kaq shumë? Sa që thuaj, në muajin e Ramazanit pejgamberi e shtonte shumë namazet, i shtonte shumë sadakat, i shtonte shumë punë të mira, sepse dhe Allahu e ftonte dhe e urdhënonte pejgamberin, por edhe gjithë ummetin musliman me bë vepra të mira. Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya. Ata që bojnë vepra të mira në krijesat më të dashura të Zotit. Dhe ky pejgamber, pra siç e tham, kur e vetën ja Resulullah, pse lodhesh kaq shumë? Tha, a nuk duhet jem unë, tha, prej abden shekura, pej robëve krijesave falendëruese ndaj Allahut. Subhanallah. Imagjinoni, pejgamber i garantuar xheneti, Allah ja ka garantuar për gjallë xhenetin këtij pejgamberit Zotit, dhe ky pejgamber prap sponolet duke bën ibadet. Po ne si krijesa të thjeshta, si domethën abden, pra si rob krijesat Allahut, krijesat Zotit të thjeshta, a thu vallë jemi të kompletu? A thu vallë kemi arrit kulminacionin edhe jemi të perfeksionuar, që mbajmë kokën lart edhe mendojmë që kemi arritur gjithçka? Jo, kurse se. Me të vërtetë, në surën Yasin është një ajet që ka një peshë shumë të madhe si ajet kuranor, që Allahu thot Kur'an, pra në këtë pjesës, këtë matricë të surës Yasin, thot awalam yara al-insana anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Ta shikoj, thot, njeriu pe çkajt është kriju. Me e pa, thot, është kriju pe një pike. Domethënë, shikoni këtë pikë, domethënë, dhe ai ishte, thot, kundërshtar i rrept ndaj vetvetes dhe askujt tjetër. Pra, me e pa njëri pe çkajt është kriju. Subhanallah, nuk guxon kurse si me pas kibër ose mendjemallsi. Siç tha dhe pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam, sepse mendjemallësia është edhe të refuzosh nimetin e Zotit. Kjo është mendjemallësi. Të bësh kufru ni'me, domethënë ti bish shkelem të mirave të Allahit. E për të mirave të Allahit është edhe namazi sabahit.